Zike se unë po flas. Pra, Dardan Molliçaj me pas komun e lideri shpirtnori këtij veni, mos me pas. Ka pas çfarë pas shtimin? Qa me bo kjo tani? Shtimja. Zoti Feta 2.9 dhe dikush tjetër do ta Nëse reziston çdo kohës, këtu ka garë po dujeva, domethënë nuk është e mbyllur po dujeva. Balotash. Unë besoj që është më mirë për dyva. E vështirë është. Pak më ndryshe. Më mirë për kë? Për ne, Më mirë për mu se nëse këta shkojnë ballotazh. që PS Mirë dita, i dëgjojmë pra, si flasin gazetarët e pavarur, analistët për studiet du t'jenë pavarura, një rahat, nuk ka rëndësi, flasin disa exit pollet, janë të gabuar, si janë gabuar, ata e shprehin qartë që nuk janë gazetarët pavarur, këta janë gazetarët cilët AGK-ja i ka mbrojtur për vite, këta quhen gazetarë, këta nuk janë gazetarë, këta mund të jenë opinionistë të varur, që prodhojnë influencer, por këta i mbron AGK-ja, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës. Këta janë shumë. Këta flasin në shumë media. Këta janë sponsorizuar shumë mirë. Këta flasin shumë media të Shqipërisë. Kam përshtuar media të Shqipërisë dhe Shqipëria i thret, Tirana i thret ta nëpër media. Këta kanë teza shumë qarta. Tezat e tyre janë Albin Kurti në veri, po vepron si Miloševiqi në Kosovë. Në krahasimi është bërë, jo nga Muhaxheri vetëm, nga ai që do të jetë, tani është pretendent përsëri për kryetar të komunës Pejës, është bërë edhe nga Dardan Molliçi, është bërë edhe nga këta dy gazetarë këtu, kanë akuzuar qeverinë e Kosovës se po vepron si qeveria Miloševiqit. Teza e dytë është nuk ka bashkuar gjë në veri Albin Kurti. Ja, kjo teza pastaj ka të bëjë direkt me dëmtimin e masë sovranitetit që ka vendosur qeveria Albin Kurtit në Kosovë. Teza tretë është Banjska nuk është akt terrorist. Këtë e thamë përmes Xhavitalitit. Për Xhavitalitin, kur terroristi e kryen terrorin, e kryen krimin, kur janë mbrin, atëherë e quajmë terrorist. Atëherë quhet terrorist, nuk përpara jo. Pra, e dim ne kush është Radojqishi, po nëse e kryen krimin, nëse pushton veriun, atëherë mund të akuzojmë për terrorist. Jo. Ideja është të zbulosh terrorin dhe terroristin përpara se të ndodhë. Se bëhet fjalë për Kosovën. Pra, po të shihni tezat, po shtoj edhe një dy teza tjera, teza Albin Kurti e bashkoi serbët në listën serbe. Ne dim që cila është e vërteta. Ato populli i Kosovës i dinë gjitha të vërteta. Nuk është puna se populli i etnia serbe, popullsia serbe ishte bashkuar në listën serbe. Jo vetëm ishte bashkuar në listën serbe, por në terrorin e qëndrueshëm të organizuar nga Radojqishi, nga Simiqi e Mera. Ne këtë kemi evakuar. Popullsia serbe aty, pjesë e komunitetit serb, mund të jetë tani pak më e lehtë. Natyrisht do të mbështesi listën serbe, se lista serbe sapo deklaroi ndërhyrjen e Serbisë. Këta gazetarë s'kan folur kur për këtë. Sapo falenderoi Vučićin. Këta gazetarë nuk kanë asnjë fjalë për këtë, për ndërhyrjet e Serbisë dhe Vučićin në zgjedhjet e Kosovës. Tha e përmendi prapë Kosovë me Toia. Ky klan gazetarësh nuk ka asnjë frazë për listën serbe. Asnjë akuzë për listën serbe. Asnjë akuzë për sjelljen e Vučićit. Këta e kanë vetëm Albin Kurti. Pra gjërat tu janë të qarta. Jemi me Albin Kurtin ose si jemi me Albin Kurtin. Jo se Albin Kurti është kulti i njerëzimit. Jo. Por sepse Albin Kurti sot shënon pjesën ose momentin e ndarjes së grupimeve në dy. Ata që duan suverenitet në Kosovë dhe Kosovë bashkuar dhe ata që jetojnë fal ndarjes Kosovës. Teza tjera që këta kanë hedhur. UÇK-ja, gjyqin ndaj UÇK-s është vërtet gjyqi në Hag është produkt i Albin Kurtit, madje dhe Vjosa Osmanit. Berhami, deputeti këtyre, shumë i famshëm, pa logjik, i pa logjikshëm, i pa strukturuar, ignorant, po s'ka rëndësi, ignoranca shikon, ignoranca po pagua flet. Sa më ignorant jesh, aq më i pamatur janë të folur. Po ta keni vënë prandaj këta jetojnë nëpër video, nëpër studio, gjithë flasin gjithë kohë. Këta nuk kanë asnjë etik që t'ja përmbaj fjalën. Edhe ai deklaroi në fushat
duke përfituar ndoshta nga, po themi, nga pjesëmarrja e njerëzve, pjesëmarrje nuk e din mbas të cilës shpresë. Deklaronte po fitoi, po humbi Albin Kurti, lirohet thashë nga aga. Duhet t'i trajtosh njerëzit për budallënj, të thuash fraza të tilla. Pra në frazat e tyre nuk shihet vetëm likësia e tyre, po fshihet dhe dëshira e tyre për ta trajtuar popullin si naiv, si forshnjë, si ignorant, si subjekt i mashtruar, i mashtrueshëm. Likësia e tyre, kjo është, piketohet në dy gjëra. Nuk e kanë fare problem që ta etiketojnë Kosovën me një qeveri që shtyp komunitetin serb. Nuk ka rëndësi për ta që kjo të mëton në imazh Kosovën, sepse një ndërkombëtar që dëgjon opozitën ose këto media këtu, thotë qeveria e Kosovës po shtyp serbët në veri. Që thotë ja e thon këta. Këta e thon vetë. Shoqëri civile, e thon gazetar. Këta për luftën ndaj Albin Kurtit nuk kanë problem fare të papagoj Haraçi në Kosovë. Jo shihni si qesh Berat Buzhala te kjo video. Ju kuptoni pa përgjegjësinë absolute. Ti si duhet fare çfarë ndodh me frazat që prodhon ai. Milaim Zeka del dhe bën deklarata i përsërit sot deklaratat e studiut të Shqipërisë. Përsëri për ngjashmërinë mes qeverisë Kurtit dhe sjelljes Miloševićit në Kosovë. Këta janë të aftë të prodhojnë të gjitha frazat hibride. Pra duhet kuptojmë që dy janë fenomenet që ndodhin. Lufta hibride, që prodhohet nga Sputniku me radhë. Lufta hibride është prodhim pafund lajme shtreshme. Përsëritje lajme shtreshme. Kaq. Cili është rezultati? Është një koncept tjetër, shoqëria hibride. Si realizuan këta? Me lajme hibride. Përmes personash hibrid, prodhoj opinion hibrid. Opinioni hibrid është ta lësh popullin në rëmuj totale, të pakthjellët, në të dhëna të gabuara. Ta mbash popullin ngulfatur mes paqëndrueshmërisë së defekt të gabimit dhe paqëndrueshmërisë së vërtetës. Kaq. Atëherë çfarë bën këta? Arritën deri aty. Sa filluan të rehabilitonin Fatmir Shehollin. Dhe për ta rehabilituar ishin dy mënyra. E nxjerrim sa më shumë në media dhe i shtrëngojmë duar sa më shumë këtij Fatmir Shehollit. Dhe dolën personalitete të tre partive të opozitës që jepnin dorën Fatmir Shehollit. Dhe Fatmir Sheholli filloi të dilte në studio, sidomos në Shqipëri u konsiderua analist i madh. Pra u rehabilitua cili? Një personalitet hibrid, i cili do sjelli informacion hibrid. Në studio që detyrimisht do të jenë hibride. Pse janë hibride këto? Se këto mbështeten nga fakti i rreshëm, nga fake lajm i prodhuar shpejt, nga gojë totalisht të papërgjeshme, nga zërat papërgjeshëm, siç këta që thanë që mund të thonë çdo gjë, mjaft që kanë kohën publike të mediave, dhe pasi kanë thënë dhe këto, nga krijimi i një publiku në gjendje hibride. Publik që nuk kupton më çfarë po ndodh. Dëgjon vetëm lajme treme që përsëriten nga shumë zëra në për këto studio, e sidomos në Shqipëri, dhe krijon një ide të gabuar mbi gjendjen e suverenitetit në Kosovë. E para thot, nuk ka suverenitet në Kosovë, nuk është e vërtet. E dyta thot, suvereniteti i Kosovës ndoshta është gabim, ndoshta është dumbi popullit serb. Dhe e treta thot, suvereniteti i Kosovës mos vallë na vën rrezik. Këtu duhet të bashkohet tani elementi shqiptar. Një shoqëri e kthjellët kundër shoqërisë hibride, që duan këta. Një shoqëri e kthjellët thotë jo, suvereniteti është çështje e cilës do qeverisje që do vinë Kosovë. Suvereniteti është çështje e gjithë popullit shqiptar, të gjitha trevave që kanë një lloj interesi dhe emocioni dhe arsye për Kosovën. Kjo është detyra jonë, suvereniteti i kthjellët i Kosovës. Këta tani do
vazhdojnë me luftën hibride. Lufta hibride e tyre me exit pollet ishte vërtet një lloj kulmi përshtirosjes. Këta nuk kanë merak fare që dëmtojt Kosova. Këta duan të kenë vetëm pushtetin, sepse mënyra si e kanë qeverisur Kosovën, duke ndarë, duke dhënë ligjësi të ndryshme zonave ndarjes, strukturat paralele atje dhe strukturat mbi Ibër dhe strukturat e korruptuara nën Ibër. Të dyja në marrëdhënie plotësisht ilegale mes tyre pa pikë në problemit. Dëmtimi i shoqërisë civile në të gjithë trevat shqiptare. Dëmtimi i sistemit prokurorial. Prokurori dhe gjyqësor totalisht të padrejtë, që s'kan themeluar asnjë drejtësi, asnjë besim të drejtësia. Burime financiare të paqarta. Kjo është shoqëria hibride që duan këta. Dhe Albin Kurti sot është emri i madh që ndalon këtë lloj theqafje, këtë lloj thepisje në mënyrë ku duan na hedhin këta klane. Prandaj Adrian Kelmendi e ka gabim totalisht. Kur thot Albin Kurti e pas e humbet pandim në klan. Albin Kurti tha, unë duhet fitoj pikërisht pandimën e klan serbisë.